Një tragjedi e madhe ka ndodhur sot në orët e mëngjesit në një diskotek në Koçan, ku për shkak të një zjarri që shpërtheu kanë humbur jetën 51 persona, ndërsa 118 të tjerë janë lënduar. Disa janë në gjendje të rëndë. Zjarri ka shpërthyer rreth orës 3 të mëngjesit në diskotekën Puls. Të lënduarit sipas ministrit të Brendshëm, Pançe Toshkovski, janë dërguar për kurim në spitalin e Shtipit dhe në spitalet e Shkupit. Zjarri ka shpërthyer nga mjetet piroteknike që janë përdorur në koncert. Për një periudhë të shkurt kanë arritur edhe ekipe mjekësore edhe nga qytetet e tjera të afërta dhe helikopteri me të cilin janë bartur të plagosurit. Kanë humbur jetën 51 persona, më tepër se 100 janë lënduar dhe janë dërguar nëpër spitale në Shtip dhe Shkup. Toshkovski gjithashtu njoftoi se trupat e viktimave do të dërgohen në Shkup për obduksion, ndërkohë që u shpreh prerë se përgjegjësit e kësaj tragjedie, përfshirë edhe organizatorët, do të përballen me organet e drejtësisë. Jemi duke bashkëpunuar ngushtë me prokurorinë publike dhe me të gjithë organet tjera, po punojmë hap pas hapi për zbardhjen e plotë të kësaj tragjedie, tha Toshkovski, duke shtuar se të gjithë duhet të bartin përgjegjësi morale.